qytetari, një deputeti tjetër për të mbrojtë këtë popull. Kush jeni ju? Të vinë pra për vota. Ajo është turpër, paqin e zezë paqin. E kemi ndjek me protesta pajësore, e kemi ndjek në rrugë gjykatës që firma nuk e respekton. A i ka shku atje të punoj prapë, ne tani të shkojmë tek firma. Por, rasti është i freskët zotëri. Shpite ju i të ta vuajnë këtë të merë që i pëjkroni popës kretarisë. Të stres. Bravo, Qo, bravo. Që të doni popës që shkej e të kapet fizikisht me firmën. Që është kjo ma betë? Që është kjo? Edhe herë zoti kryeministër, zoti kryetari parlamentit, zotrin të ministrisë e linjës, histe qafet të hajna, të cilët të zjedhin dhe pikën e ujë që ne ka dhënë Allahu, ne ka dhënë zoti, jo ju. E kemi patur me shekuj të tëra të ujë. Po bëj një investim që të shërbej këtij populli, bëj një investim bujqi, po si zhvillojt agroturizmin zotrin zoti kryeministër, duke i marrujt, duke i marrjetën, po çfarë është kjo mërë? Po çfarë është kjo mërë? Po si e më shkatërë të popull? Shkojmë në gjyq, institucioni shtetëror nuk paraqitet në gjyq. A e shiko sa serioz është kjo punë? Te këto që ne i kemi votuar, por ne jemi drejtësisht në pikë të hallit. Nuk kemi asnjë lloj besimi ke këto institucione. Zoti qoftë me ju. Bravo!